Kriza mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po thellohet, sidomos pas sulmit më të fortë ushtarak ajror të ndërmarrë ndonjëherë nga Shtetet e Bashkuara ndaj Republikës Islamike. Në fakt, 3 janë çështjet kryesore me të cilat po mbyllet kjo javë politike në botë. E para, sa efektive kanë qenë sulmet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit. E dyta, reagimet politike të palëve. Dhe e treta, samiti i NATO-s. Sa e bashkuar është aleanca